garantojmë se procesi i integrimit të Shqipërisë në Bashkimin Evropian do të jetë i pandalshëm. Falenderoj Këshillin e Ambasadorëve, që i dha një goditje fatale mashtrimit dhe fushatës mashtrimit Edi Ramës për antarësimin e Shqipërisë në vitin 30 apo 27. Në mbledhjen e fundit Këshilli i përgjithshëm i Bashkimit Evropian në Bruksel i nxori karton të kuq mashtruesit. Harroja i tha se hapen kapitujt. Vendosit mos hap asnjë kapitull tjetër me Shqipërinë. Vendosit mos saktoj as datë për hapjen e kapitujve. Vendosi të informoj shqiptarët se nuk ka asnjë datë të caktuar nga Brukseli për antarësimin e Shqipërisë në Bashkimin Evropian dhe se Brukseli nuk pranon proces tjetër veçse të bazuar në plotësimin e kriterëve dhe standardeve dhe akive të Bashkimit Evropian. Një kusht nxorën të parë mbi të parë, zgjedhjet e lira dhe të ndershme. Ndaj dhe Edi Rama qarkullon si kreu organizacë kriminale si fantazm nga një sallë tjetër me një pasaport shqiptare, sigur kjo do jetë pasaporte europiane. Mori përgjigje përfundimtare në Bruksel. Një sharlatan mashtrues i papërgjegjshëm që kërkon të mbuloj vonesën 12 vjeçare nga dalësimit dhe pothuaj ndalimit të procesit të integrimit për 12 vite në radhë. Nuk harrojnë shqiptarët fishek zjarrës, shampanjën dhe dekoratat e korrikut 2017. Sikur gjoja u hapen negociatat në kohë kur ato u hapen vetëm këtë vit. Edi Rama po heq çdo lloj filtri dhe rëshun nga mëngjesi darkë në një mashtrim për qytetar shqiptar. Pra, duke garantuar ata se ylli polar i programit Partisë Demokratike do të jetë interesi kombëtar dhe ai qëndron në integrim në Shqipërisë në Bashkimin Evropian. Me Edi Ramën shkohet drejt të shkuarës dhe jo drejt Bashkimit Evropian. Kjo ishte dhe falenderoj edhe një herë Këshillin e përgjithshëm të Bashkimit Evropian për vendimin e drejtë në interesin më të mirë të shqiptarëve. Interesi më i mirë i shqiptarëve nuk është të shkojë drejt Bashkimit Evropian si një narkodiktaturë. Si narkodiktatura e parë dhe e vetme në Europë. Interesi i shqiptarëve nuk është të shkojnë drejt Bashkimit Evropian me një padrino, me një Totorino apo El Chapo në zyrën e kryeministrit. Interesi i Bashkimit Evropian nuk është që Shqipëria të eksportojë lirshëm kriminalitet drejt vendeve anëtare të Bashkimit Evropian. Jo dhe jo. Interesi i Bashkimit Evropian është që Shqipëria të jetë vend i shtetit ligjor, i zgjedhjeve të lira, i luftës me zero tolerancë ndaj krimit, i ndërshkimit të politikanëve të korruptuar dhe të inkriminuar gjerë në palës. Interesi i Bashkimit Evropian është që tregu shqiptar në përputhje me rregullat, të jetë i hapur për shqiptarët, por dhe për investitorët dhe sipërmarrësit e vendeve anëtare të Bashkimit Evropian, ashtu siç ka firmosur Shqipëria në marrëveshjen e stabilizimit asociimit. Ndaj dhe ritheksova edhe një herë para shqiptarëve zotimin tim solemn. Unë e kuptoj që ju mendjen e keni tek çështja e ditës, por nuk mund dalë para jush pa paraqitur shqiptarëve programe kapitujt programeve të Partisë Demokratike, që ka rëndësi etike për
të sotme dhe të ardhmen e tyre. Rikthehemi tek çështja e ditës. Çështja e ditës është seria e fundit e narkosit, që zhvillohet në godinat në godinën e qeverisë Bashkisë Tiranës dhe qelit e burgut qeveritar në Durrës. Zhvillohet një skenar që as në filma nuk do mund të ishte i tillë. Një skenar me habira, me çuditëra, të denja për çdo punktat të narkosit. Në punktatën e fundit pra çfarë ndodh? Ndodh që Erion Veliaj në qeli ka shtruar qelin në zyrë bashkie, në zyrën e bashkisë. Erion Veliaj aty firmos dhe vulos si kur të ishte në zyrën e bashkisë. Se si mund ndodh kjo e din vetëm regjizori. Si kur tjetë në Suzam Hapu, apo me urdhër të Peshkut. Kjo nuk është esenciale. Esenciale është se ai për arsye të veta paraqet para shqiptarëve një dokument me firmë ku ngarkon dhe i delegon firmën një punojëse të besuar të bashkisë që quhet Sara Goxha. Në një kohë kur 5 ditë më parë Edi Rama i kishte besuar firmën e Erion Velis, tani dëgjojeni pak këtu. Edi Rama i kishte besuar firmën e Erion Velis një Anuela apo Anduela Ristani. Zonja Ristani doli dje në një media dhe u stërbetua sa ajo nuk është njeriu i Edi Ramës. Unë nuk mund të them asgjë, por një pyetje do t'i shtroj zonjës Ristani. Në qoftë se ti edhe mund mos jetë, mund të jetë ashtu si kështu, se nuk kemi se nuk je njeri konfidente e Edi Ramës, si pranon ti urdhrin antikushtetues të Edi Ramës? Si pranon ti urdhrin antikushtetues të Edi Ramës? Se kush do drejtoj bashkin ka tagër të plot të përcaktoj Këshilli Bashkiak me kushtetut dhe në një mënyrë ose një tjetër kjo e delegimit firmës është, si të thush, e drejt personale e ati që beson firmën, se firma nuk i jepet kujdo. Pra, rezulton se zonja Ristani, e cila betohet që nuk është konfidente e Edi Ramës, dhe mund mos jetë su, nuk e njoh, nuk them dot, por zonja Ristani pranon emrimin antikushtetues të saj në krye të bashkisë nga Edi Rama. Ajo këtë emrim duhet ta kërkonte sipas kushtetues nga Këshilli Bashkiak. E kuptoni çfarë ndodh? Tani vim tek saltoja mortale e Erion Velis. Merë vesh tash. Merë një vesh. A është as është? Kush e merë vesh? Vetëm në film Narkos. Erion Veliaj
ndalon dhe sekretarin e përgjithshëm me policë, nga qelia e mbyllur urdhon policinë. Se si mund të urdhërojë policinë bashkiake, që mos e lejoni atë Halilin të futët bashki bashkë me sekretarin e përgjithshëm, atë din Edi Rama ose Artin Dumani që janë në këtë skenar. Por marrin pak momentin tjetër. Pasi Veliaj vendos të shkarkoj Ristanin dhe të emroj Sara Goxhaj për firmën e tij, firmos në emër ti, delegon firmën, ai bën një salto mortale të papritur. Thotë se kjo ishte një keq kuptim. Dhe këte bërë nga një kërcënim mafioz, alla mafiozi Edi Ramës, që vendosi shkarkimin e Erion Velis. Dhe me të marrë vesh shkarkimi i Erion Velis, Erion Velia, sikur t'ishte në zyrën e Bashkisë Tiranë dhe jo në qeli në Durrës, e kuptoni se çfarë kontrollit të mërshëm i bëhat ati njeriu? Ku e mori vesh dhe si e mori vesh ai që u shkarkuat dje në ora 2 ditës? Si e mori vesh, më thoni ju mua. Pra këtu bëhet një loj, një ploj, një loj mafioze, një ploj psikologjike, një betejë psikologjike pa imagjinueshme. Kush ja tha atij që vendosi shkarkimin e Edi Rama? Thoja unë shqiptarëve. Erion Velia merr kthesën e menjëhershme, ku thotë ishte një keq kuptim, se rikthehet, mbetet në fuqi emrimi i Ramës, antikushtetues i Ramës, për zonjën Anuela Ristani, por s'ka as një konfirmim nga Këshilli Bashkiak dhe as një konfirmim me shkrim nga Erion Veliaj. De facto, firma mbetet gjerë tani pavarësisht nga shtot nga statuset. Dhe ju e keni pa, e morët vesh. Informatori digital raporton se statuset shkruhen nga Edi Rama dhe zyra e tij. Po, tani unë nuk marrë përsipër me bën ekspertiza, vetëm u them qytetarëve, cili do që e dyshon këtë edhe me drejt mund ta dyshoj, të marrë pak statuset e Erion Velis dhe disa shkrime që shkruan te Rama me emrat një gazetari të ndryshëm. I shkruan te kur shpërthente, kur ati i shpërthenin ujrat e zeza në pa edhe nuk përmahej me gojë në shturur, shkruan të çdo gjë identike me statuset që janë shkruar për Erion Velin. Është i njohur stili Edi Ramës aty. Është komplet. Merrni pak, më falni, merrni shkrimet që publikonte dikur Bledimane, që është faktuar që Rama i vinte emrin e tij, me dashjen apo pa dashje këtij të fundit. Po, Rama ka nevojë të shpërthej të zezat që ka të nxjerr. Edhe kishte një kohë që i nxirrte me anonimat. Thuaj që përdorte edhe me robazën për këto, por mos e pyesni se tani dal ka të dhëna tjera shumë nga regjistrimet shumë interesante. Do i merrni vesh ju. Se çfarë thot Velia i përmjeron? Velia i përmjeron, këte i kërkon. Që zbatoj këte i ve një epitet, ai që qelber. E kuptoni ju se ku jemi? Por në Narkos, anisa ndodhen të gjitha elementet. Kjo, vetëm Narkos mund gjerë gjëra të tilla. Këte e porosit. Këte i thoni ati kështu, që ka probleme me higjienën personale. Pra, dhe këto janë vetëm një pjesë. Kjo është maja e icebergut. Tani,
Jemi i hapur. Nuk kam në absolute asnjë lloj sedimenti, dihet cilat janë sedimentet e mia për Erion Velin. Por sentimentet e mia për Erion Velin dhe sentimentet e mia për ligjin janë të ndryshme. Janë të ndryshme dhe do jenë gjithmonë të ndryshme. Da edhe unë i kërkoj me urgjencë avokatit të shtetit, avokatit të popullit, të normal një hetim të plot mbi qëndrimet e Edi Rams, Erion Velis, si personazhe kryesore në këtë puntat të serialit Narkos. Çfarë ndodh? Si mundet që një burgosur të nxjerrë shkresa me firmë dhe vul? Përveç të tjerash, se më doli nga mendja, ai zotimi i fundit i djeshëm i tij është marrë pa praninë e avokatit. Avokati nuk është thirrë i pranishëm në takimin që është bërë, nëse është bërë fare takim. Nëse është bërë fare takim me Erion Velin ku ai mohon emrimin e Sara Goxhaj, atëherë ata të hetojnë. Hetojnë se është absolutisht e ndaluar të takohesh me një të burgosur zyrtarisht pa praninë e avokatit. I çuan atij përpara një plumë në zarf, apo e droguan, apo çfarë i bën, këto nuk i diun asnjë. Po këto pikpyetje po shtrohen mbar kudo. Pra, është i domosdoshëm një hetim nga avokati i popullit. I bëj thirrje dhe zyrës ose bes të mbikëqyr këte fenomen, këto zhvillime, që nuk ekzistojnë, që pasurojnë shumë serinë e Narkosit. Edi Rama thret në zyrë dhe kërcënon egërsisht punojës bashkisë. Në një kohë kur ata me kushtetut janë të pavarur prej tij. Nuk ka asnjë tagër për të thirrë punojësit e bashkisë për çështjet bashkisë, për të ngarkuar detyra për çështjet bashkie. Bashkia është e pavarur nga ekzekutivi. I thret dhe i kërcënon. Ja u mbyll dyrë dhe nxjerr jashtë. Janë zhvillime dramatike. Koskash mafioze. Por, skenarit i prind Donetvini, Padrinoja. I prind Padrinoja, si që shifni. Thasht informoj shqiptar. Për të gjitha këto në mënyrë që të din. Dhe kur shifni ju që gjithë këte skenar përpiqet ta mbuloj me shkëmbime idilike me Lulbashën, me Lulbravën, dhe Unikatilin. Jo kënga thot to, jo kënga thot ato. Po mund të mbuloj, mund të mashtrohet një kombi tër me gjërat e tilla. Së çudit për këtë që them unë. Shko pyet në për redaksi, se si mirën telefon redaksit dhe u thuhet mos më harroni këtë idilin e ri me Bashën, me Bravën. Po, është e vërtet ajo. Sepse mendon se në këtë mënyrë po i mbulon këto akte. Është gjaktofësia ekstreme një mafiozi, e Padrinos, e një kryetarit organizatës kriminale, si që është Edi Rama. Faleminderit, unë besoj se... Kalojmë te pyetjet. Zoti Berisha, Andon Kello nga ABC News. Kam dy pyetje. Pyetja e parë, ish ambasadori amerikane Yuri Kim ka marrë një postë të rëndësishëm në Departamentin Amerikan të Shtetit. Nëse do të kishit mundësi, do ja uronit detyrën e re? Kurdo?
Ish ambasadori amerikan në Shqipëri, Yuri Kim, ka marrë një post të rëndësishëm në Departamentin Amerikan të Shtetit. Është emëruar. Nëse do të kishit mundësi, a do ja uronit detyrën e re? Nuk kam ndryshuar asnjë qendrim nga deklaratat e mia, për cilën unë kam ftuar dhe ftoj përsëri FBI-n, inspektorin e përgjithshëm të Departamentit të Shtetit, Kongresin, të hetoj mbi akuzat e bëra për korrupsion. S'kam ndryshuar asgjë unë ato. Do më thënë, thash, edhe herën e parë ku isha para jush, thash media thonë, nuk isha burim edhe s'kam edhe për këtë s'kam burim të saktë, por e besoj se mediat njerë thonë to, njerë thonë ato. Ndërsa qëndrimi im ndaj saj është ky që e shpreha sot, e kam shpreh çdo ditë, e kam shpreh me 100 herë. Nuk dyshon, sepse unë nuk kam të pabazuar atë. Kam të pabazuar, jo. Edhe një pyetje tjetër, në listën e hapur të Partisë Demokratike në Tiranë është një kandidat me emrin Elton Roshi, i cili rezulton të jetë kushëri, djali Xhaxhait të ish-kryebashkiakut socialist Elvis Roshi. A e lidh diçka këtë të fundit me Partinë Demokratike? Urdhro? Në listën e hapur të Partisë Demokratike, kushëriri, unë e kuptoj, kushëriri nuk është me katar për kushëri. Në qoftë se ky, si quhet ky kandidati? Elton Roshi. Në qoftë se Eltoni nuk ka patur aktivitet me Elvisin, pse ka lidhje gjaku, kjo është absolutisht s'mund të jetë një argument. Duhet të jetë në listë, ka shumë mundësi nga një nga partitë aleate, por bravo, por kjo nuk mund të jetë një kriter, pse është, a i ke pa, Edi Rama ka dy kushëri, njëri t'ja ka rrëmbyer pronën, njëri akuzon se na ka rrëmbyer prona, tjetri e bën prefekt për të rrëmbyer prona tjera. Si që bën një dhe këtë, njerëzit janë të ndryshëm. Zoti Berisha më e glen kume nga MCN. Të paktën në 3 konferencat e fundit është vërejtur një qëndrimi juaj që në direkt apo indirekt është një lloj avokature ndaj zotit Veliaj. A është bërë zoti Veliaj pentito tek ju apo po tentoni ta ajoshni që të bëhet pentito tek ju, me që te prokuroria nuk është bërë deri në tani? Faleminderit, Marin. Të siguroj për pyetjen se në mënyrë absolute nuk kam asnjë komunikim me te. Se nuk kam asnjë sugjerim për te të bëhet pentito apo të mos bëhet pentito. Se jam i bindur që afera për cilën është akuzuar është thjesht 1/4 apo 1/5 atyre që duhet të akuzohej. Por një gjë do them këtu. Si njeri që beson në mënyrën më të palkundur në liritë dhe drejtat e njeriut, unë qëndroj se cili do qoftë, çdo kundërshtar i imi apo kush do qoftë ai, meriton trajtimin ligjor në përputhje me kodet dhe kushtetutën e vendit. Çdo devim nga ky. Mirë, vjon fjala e zotit Sali Berisha nga Partia Demokratike e Shqipërisë.